Sonte, ju ftëm në një udhëtim të veçantë, një udhëtim jo vetëm në hapësirë, por në kohë, në kujtesë dhe në shpirt. Jemi këtu për të sjellë Sofrën e Kavajës, një spektakël që mishëron historinë, traditën dhe identitetin një treve që ka ditur të ruajë me krenari vlerat e saj ndërbreza. Sofra, në kulturën tonë, nuk është thjesht vendi ku hahet buka. Ajo është vendi ku mblidhet familja, ku rrëfen histori, ku kënga lind natyrshëm dhe vallja bëhet gjuhë e përbashkët. Dhe pikërisht në këtë kuptim, sjell sonte Sofra e Kavajës një bashkim tingush, ngjyrash, emocionesh që vijnë nga rrënjtë të thellët të folklorit tonë. Në këtë skenë do të shihni dhe do të dëgjoni këngë popullore të Kavajës, valla karakteristike, kostume tradicionale dhe interpretime që mbajnë gjallë kujtesën kolektive të një komuniteti që ka ditur të këndojë edhe në gëzim, edhe në sfidë. Çdo ritëm, çdo vallë, çdo hap në valle, çdo varg në këngë është një dëshmi e gjallë e shpirtit popullor. Përmes spektaklit Sofra e Kavajës nuk do të mbetet në këtë sallë, po ajo do hyjë në çdo familje shqiptare si një ftesë për të kujtuar kush jemi, nga vim dhe çfarë vlerash ka trashëgimia që na bashkon. Ju ftojmë të shihoni këtë mbrëmje arti dhe tradite dhe ta lini veten të udhëhiqet nga muzika, vallja dhe emocioni. Sofra është shtruar. Kënga është gati. Le të hapim siparen dhe ta fillojmë sofrën dhe unë do të ftoj pa diskutim për të dhënë fjalën e mirëseardhjes të parët të shtëpisë, kryetarit të bashkisë zotit Fisnik Qosja. Atëherë, mirëmbrëma të gjithëve, ja ku mblidhemi sërish bashk, tashmë tradit në qytetin e Kavajës, Sofra e Kavajës. Të dashur miq, të dashur dashamirës që jeni këtu, njerëz të kulturës, të artit, mjek, inxhinier, profesionist, avokat, politikan, njerëz me vlera që i keni dhënë kaq shumë këtij qyteti. Kjo është darka më modeste që unë si kryetar bashkie mund t'i bëj një qyteti apo mund t'i bëj juve që keni dhënë kaq kontribut për këtë qytet dhe vazhdoni të jepni dhe gjithë secili për jush me punën që keni bërë nëpër biznese apo nëpër profesionet tuaja na keni bërë krenar dhe realisht e kemi ballin lart sepse këtu në këtë sallë ka njerëz realisht me vlera që kanë vërë gurin e themelit në Shqipëri. Dashur miq të mi, ne sot vim në fund viti, në fund prak festave, pak ditë më parë miratuam një super buxhet për Bashkinë e Kavajës, ku këtu gjej rastin të falenderoj thellësisht i përulëm Këshillit Bashkiak të gjithë anëtarëve emër për emër që me një nivel qytetarie të jashtëzakonshëm miratuam buxhetin më të madh në historinë e Kavajës. Po ky buxhet, duke qenë më i madh, akoma më të madh na e bën përgjegjësinë për ta drejtuar qytetin e Kavajës. Akoma më të madh na e bën përgjegjësinë që këto punë që ne kemi këtë vit për të bërë përpara, t'i bëjmë dhe t'i realizojmë që Kavaja mos ngelet më ai vendi, ai xhepi i vogël, por Kavaja të jetë ajo zemra e Shqipërisë, si unë kam thënë, me një vit jashtëzakonshëm bregdetare, me toka pjedhore, me fusha, me kodra, me një vend të mrekullueshëm, me një klimë të mrekullueshme, me njerëz super të mrekullueshëm, super mikpritës, kështu që Kavaja mos rri më ai xhepi, por Kavaja të jetë ajo patenta kryesore që gjithë secili prej nesh kur thotë që unë jam nga Kavaja, ta thotë me krenari që jam Kavajs me tabon. Kështu që unë nuk du të flas gjatë, nuk du të flas shumë sepse mbasi do dalim prapë dhe do flasim prapë dhe gjithë secili për jush do thotë ato fjalët e veta në çdo aspekt të jetës vet, në të fushës vet, por uroj që ta kalojmë sa më mirë, gëzuar vitin e ri, gëzuar festat, mbarësi në familjet tuaja. Faleminderit dhe ta kalojmë shumë mirë sonte. Faleminderit kryetar. Një njeri ndodhet në kohën e duhur dhe në vendin e duhur dhe vlera e tij përcaktohet nga vendimi që ai merr, nëse është apo jo në anën e duhur të historisë. Por Kavaja jo vetëm ka qenë në anën e duhur të historisë, por ka qenë dhe mbetet promotore e saj. Ashtu sikur se nuk ishin gjeneralet që fituan luftën e Salaminës, po ishte ajo toga vogël e ushtarëve që u bën lider dhe i treguan rrugën e fistores, ashtu edhe Kavajësit e thjesht pasi bëjnë aktet e tyre të mëdha, pasi bëjnë historinë, ashtu qetësisht pa bujë të rriqen në të përditshmën e tyre, duke rritur madhështinë veprës personale dhe duke rritur krenarinë emrit të qytetit. Mirënjohja sonte i takon Kavajës. Kësaj produksioni ka vendosur që kjo sofër të hapet me një nga pasuritë më të çmuara të qytetit tonë, grupi i burrave të Kavajës. Në sofrën e Kavajës, aty ku mblidhen zërat
Kujtimet dhe shpirti i qytetit, një vend të veçantë zë grupi Kavajës, simboli i këngës qytetare dhe trashëgimisë sonë kulturore. I lindur nga dashuria për traditën dhe nga nevoja për të ruajtur këngën si identitet, ky grup ka qenë një ndër shtyllat kryesore të jetës artistike për dekada me radhë. Me interpretimet e tyre, ata kanë përcjell këngë që flasin jetën qytetare, dashurinë, gëzimin, humorin, pritjen, vlera që sot do të marrin jetë pikërisht nga kjo sofër simbolike. Në këtë spektakël, grupi burrave nuk vjen thjesht për të kënduar. Ata vinë si rrëfimtar të një kohe, si zërat që lidhin brezat, si kujtesë e gjallë e një qyteti që di të ruajë këngën e vet. Çdo interpretim i tyre është ftesë për të ulur bashkë rreth sofrës, për të ndarë emocione dhe për të kujtuar se tradita jeton vetëm kur këndohet. Sofra e Kavajës kështu bëhet një vend takim, ku kënga qytetare ringjallet dhe ku grupi burrave të Kavajës dëshmon se kultura nuk është vetëm e shkuar ajon, por ajo është e tashme që na bashkon dhe e ardhme që do të na identifikojë.
Pas kësaj performance shumë bukur, me duar trokitje shumë të merituara, do të bëja një intro. E përbashkët dhe publikja janë ato që na bashkojnë, dhe në vërtetësinë dhe sinqeritetin e saj, Sofra, është ndërgjegjshme që vendimarrjet janë procesi më i rëndësishëm i një komuniteti. Në këtë kontekst, zgjedhjet periodike dhe vendimet që merr publiku normojnë bashkëjetesën tonë. Të flasësh për polis dhe në polis do të thotë të bësh politik. Dhe ne nuk kemi si të shmangemi këtij procesi. Thënë kjo, edhe Kavaja përgjatë këtij viti u përfshini një proces vendimarrje për të dëgjuar Vox Populus në procesin zgjedhor. Edhe një herë u shpërfaqen vlerat qytetare kavajese nëpërmjet pjesëmarrjes dhe organizimit demokratik, nëpërmjet zgjedhjeve të paqta, pa eksese sociale, ku të gjithë aktorët dhe faktorët të ndershëm, të drejtë dhe konkurrues, dhe jo më kot Kavaja u përfshin në raportin e SBU-dirit për realizimin e zgjedhjeve në nivelet shumë të larta të demokracisë. Një nga antarët e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë e lidhur me qytetin e Kavajës për një bisedë jo politike, zonja Njorita Tabaku. Nderuar. Nderuar. Mirë. Të lutem, hape çik mikrofon. E nderuar, kam 3 pyetje. Pyetje të mbyllur, pyetje të hapur dhe pyetje bidireksionale. Mund të them do t'i bëj të trija prej herë, po patjetër. Së pari herë faleminderit nga zemra që mbët pjesë sofrës së Kavajës, faleminderit kryetarit bashkisë, Fisnikut, respekte për punën e tij për atë që ka bërë për Kavajën dhe mundësisë që i keni dhënë, po që do jepni të bëj akoma dhe më shumë. Respekte edhe për gjithë intelektualët që janë këtu, unë ndjej veten si në shtëpinë time, jam nga Tirana, jam Kavaj, jemi në Shqipëri të Mesme dhe ndihem shumë e mikpritur dhe uroj që ky të jetë vetëm një fillim i mbar edhe i përfaqësimit tim parlament duke çuar dhe zërin tuaj. E nderuar, ju nuk jeni tipikisht deputete e Kavajës dhe kjo është më së qartë dhe nuk do bëjmë asnjë lloj bisede politike. 3 pyetjet e mia siç thanë janë pyetje të mbyllura, pyetje të hapura dhe pyetje bidireksionale. Të bëj të trija njëkohësisht dhe jep përgjigjen plotësuese. Si ndjehet Njorita Tabaku kur kalon ke ura tabakve? Është pyetja parë. Pyetja dytë. Si mendon ti që mund të jetë një qytetar Kavajës kur kalon ke shkomi Kavajës? Dhe pyetja tretë, si mund zgjidhet mekanizmi që t'i jepet Çezarit që është Çezari se na kanë vjedh kufirin? Tash këto pyetje ishin jo të hapura dhe të mbyllura, po ishin edhe retorike. E para është e hapur. Jo, të gjitha përgjigja do ishte shumë mirë këtë 2 parat. Nuk e mbaj mend kur kam kaluar në fundit ke ura tabakëve, në fakt, po shumë mirë edhe po të kaloj, edhe kur të kaloj. Unë besoj që sot është një mundësi shumë e mirë, meqense ta lidh edhe me pyetjen tënde të fundit. Sot është një mundësi shumë e mirë për të respektuar dhe për të vlerësuar edhe punën e të gjithë kavajzëve, atyre që kanë punuar në vite dhe besoj që këtu janë nga gjithë sektorët edhe nga gjithë fushat e jetës, po është një mundësi shumë e mirë edhe për të respektuar dhe për të dëgjuar dhe orkestrën. Unë besoj që kam fol boll edhe do flas edhe më shumë, kështu që nëse ti më lejon që unë mos përgjigjem këtyre 3 pyetjeve tuaja, jemi në demokraci, jemi vend i lirë. Patjetër. Dua ta përfundoj, faleminderit që më dhe mundësinë, dua ta përfundoj duke ngritur një urim për ju, për shëndetin tuaj, një urim për ju dhe familjet tuaja dhe një urim për Kavajën në drejtimin e Fisnikut të jetë akoma dhe më mirë. Faleminderit. Ju faleminderit juve. Si zakonisht politikanët dhe diplomatët flasin shumë duke mos thënë asgjë dhe thonë gjithçka duke mos nënkuptuar asgjë. Mirë. Lazar Daka dhe Genc Kaloti do të performojnë tani në skenë. Lazar Daka, një master i muzikologjisë në Universitetin e Arteve dhe një kontribus në muzikologjin kavajse dhe mirëpritur nga publiku që në dalet ti të para. Do të kënoj një kolazh tu i shëtit në ararat gjata që nge veshur me të bardha dhe Genci Kaloti që është një nga zërat më të ëmbël që e ka bërë krenar skenën e qytetit qoftë brenda qoftë dhe jashtë vendit. Shëtit për harat gjata, midis barit njo. Tuj shëtit për harat gjata, midis barit njo. E nesër ty që në zuni vapa, ra me fjetë më gjumë. Amana nesër ty që në zuni vapa,
ose se po vjen pranë vera. Do të dalim të shëtisim si nga hera tjera. Amana, do të dalim të shëtisim si nga hera tjera. Qelin e vjocat dhe zybylat, venin e saktu. Qelin e vjocat dhe zybylat, venin e saktu. Lisma lis këndoj mbyllat, për me u dashuru. Amana, lisma lis këndoj mbyllat, për me u dashuru. O që ke veshur moj vetë kuqe, hajde ja ke lala he. O që ke veshur moj vetë kuqe, hajde ja ke lala he. O buza e gosës moj si bun kuqe, hajde ja ke lala he. Moj si un kuqe, hajde ja ke lala he. Hajde ja ke lala he. Lala për para he. Hajde ja ke lala he. Lala për para he. Kishte si të mungonte në sofrën tonë, një nga legjendat e gjalla e qytetit, presidenti i Republikës Zot Alfred Mojsiu. Të lutem mos u ngrej. Të jetosh kaq kohë, 96 vjet. Të kalosh më në kohën e periudhës drogut, pushtimin dhe Italisë, luftën e së dashkimtare, kohën e diktaturës edhe kohën e demokracisë. Pra, jam që të është një encikloped nga pikpamja e kujtesës për të aktivitet. Po bisedoj tani me kryetarin për stadiumin e Kavajës. Dhe po ishur më shumës. Kjo Kavaja ka pas respekt për të njëra.
I prish pak, më duket mua. Nuk besoj. Megjithatë, po bisedojmë për punën e stadiumit Kavajës. Unë atë kohë isha këtu në Kavajëve Shërbim, në njësi në ushtaraki që ishte këtu komendanti i brigadës, dhe isha dhe antari i këshillit të organizimit të asaj kohe, popullor që quhej, dhe në një ditë dhe im ledhe, o diskutojmë çështjen e përgatitjes sportive, fizike të rinisë. Mi pa ku të këtë përgjërit që një. Në Kavaj për futbolli, Kavaja ishte klasa të rrë, kategori e parë dhe të gjithë treme që ku vijin Kavaj për të luajtur futboll. Jo si sot nuk e dim se ku është Kavaja e onë, për të arkeq me të në vetën. Dhe njëtë topi nga balta munke via fatale. Edhe sigurisht nuk hyte, prisë sa vite, mbrojtje që ite. Pra, morëm një mendim që të bëjmë stadiumin. Natyrisht që kryetari do ta bëjë dhe stadiumin dhe ka deklaron shpesh që stadium pa ekip nuk ka, çka do thotë që do bëjë dhe ekipin bashkë me presidencën e ekipit. Atëherë, do dal një temë tjetër. Vlera e medias në shoqëri është shumë dimensionale. Ajo informon publikun, ndihmon në edukim dhe në ndërgjegjësim. Formon opinion publik, promovon transparencë dhe llogaridhënie. Shërben dhe si një urlisë midis institucioneve dhe qytetarëve. Media gjithashtu ka dhe një rol kultivues të argëtimit dhe të kultivimit të kulturës. Edhe Kavaja dhe Kavajësit janë pjesë aktive të këtij procesi. Në një tavolinë ku sofra ka ftuar disa bashkëqytetarë, atë produksioni ka menduar që të ftojë një komunikim të shkurtër, një gazetar të njohur për ne, zotin Erion Skëndaj. E ftoi në një bisedë shkurtër ku fillimisht do të bëj një sketë të Erionit. Mirë se erdhe Erion, mirëmbrëma. Mirë se ju gjeta. Është vendi ku unë e ndjej veten si në shtëpinë time. Pse si në shtëpinë time? Tani për ata që më njohin dhe për ata që s'më njohin. Unë jam djali një ish oficeri, lindur në Tiranë me origjinë nga Vlora. Gjithë rinin time e kam Kavaj. Miq, shok, kam dhënë motrën, kam marrë nusën Kavaj. E kudo ku shkoj, unë them jam nga Kavaja. Kam shkuar në mbi 150 vende të Shqipërisë, ku ka halle probleme me një emision popullor. Troç, pa filtra. Dhe si që ndje veten Kavaj, të qetë, pa strese, i flak të gjitha tutje, nuk e di, është kënaqësia më e madhe dhe lumturia më e madhe sa herë kthehem në qytetin tim. Për të gjithë Kavajësit kudo që janë, brenda dhe jashtë kufijve, të suksesshëm në profilin e tyre, në pozicionin e tyre, në zanatin e tyre, ta kthejnë kokën pas tek qyteti i tyre, të lënë një gur për këtë qytet, sikur të mbledhësh të gjithë gurët e Kavajësve kudo që janë, qyteti Kavajës kthehet në epiqendër të Shqipërisë, në kërthizën e Shqipërisë. Sidomos e stilit tradicional të muzikës së Shqipërisë mesme, shpesh referuar dhe si taban që lidhet me interpretimin energjik dhe melodik të këngës. Greta njihet për vokalin e saj të fuqishëm dhe interpretimin autentik të muzikës popullore. Skena gjithë për ju.
Shumë kënaqësi na uroj Greta. Tani kënaqësia sa vjen e rritet, ritmi sa vjen e rritet, gjithmonë crescendo. Skenën do t'ja japim një këngëtar i cili do ta prezantoj me emër pasi ti citoj 2-3 arritje. Është kënaqësi të mirëpresësh një nga zërat më të veçantë muzikës shqiptare dhe karrierën e ka emocionuese, meritet pa harrueshme dhe ka arritur të prek zemrat e publikut në çdo performancë. Ju lutem, mirëpriteni me një duar trokitje, një gjakovarin ton, Kati Zhubi. Performanca ka 3 këngë, me ftyrën qeshur, të deshta me hakikat dhe o zambaki bardh. Kati, s'kena për ju. Të nderuar zonja zotrin, ju faleminderit nga zemra që për herë keni qenë derë e hapur për neve përgjithësisht shqiptarët të Andej Kufirit, por veçanërisht për mua si pjesë e Gjakovës, duke ditë mirë që familjet gjakovare gjetën stre në kohë të vështira në qytetin zemërmadh të Kavajës. Jam i bindur që shumë gjakovarë dhe njerëz që kanë prejarë dhe për Gjakovës ka sonte në mesin tuaj, andaj në emër të gjithë atyre, ju faleminderit nga zemra për gjithë mikpritjen dhe dashamirësinë që keni në krye të Zotit të shtëpisë, Zotit Fisnik dhe të gjithë juve. Ju faleminderit shumë, gëzuar për festat e fundvitit. Me ftyrë që shumë po më vjen, një fjalë të mira do të më thush. Me ftyrë që shumë po më vjen, një fjalë të mira do të më thush. O gjumi natën nuk më zen, tu i menua do të më dush, ama do të më dush. O gjumi natën nuk më zen, tu i menua do të më dush, ama do të më dush. Kur për jetë s'ka me të harru, aman me të kujtu. O ta jap fjallën, sa t'jap gjallë, kur për jetë s'ka me të harru, aman me të kujtu. Të nderuar, ne nisim që vitin e kaluar të bënim një surprizë, po sonde ja arritëm të bëjmë një lidhje direkte me më të famshme në muzikës tonë, Parashivis Simaku, e kemi live nga Amerika. Ju kërkojmë bani qetësi gjatë këtij komunikimi se kemi vështirësi teknike, ndërkohë dialogu do të zhvillohet midis kryetarit të bashkisë dhe të nderuarës. Ja, zonja nderuar e kemi në ekran. Të përshëndesim. Parashivije me kryetarin. Përshëndetje. Përshëndetje, Fisnik Qosja. Faleminderit shumë. Një kënaqësi e veçantë, emocion i veçantë për mua. Unë kam folë shumë në për takime, në për mbledhje, në për publik, por që të flas para ikonës së muzikës shqiptare,
vajzës që është rritur në Kavaj, përpara këtyre njerëzve që të duan shumë dhe ti do shumë, për mua është kënaqësi, super kënaqësi e veçantë. Kështu që t'uroj mirë se erdhe në sofrën e Kavajës. Falenderoj nga zemra. Mirë se ju gjeta. Në emër tim si kryetar bashkie dhe në emër gjithë qytetarëve të bashkisë, gjithë qytetarëve të bashkisë Kavaj, gjithë këtyre njerëzve këtu sot, gjëja më modeste që mund bësh për ty sonde, për shkak edhe të largësisë që jemi, unë si kryetar i bashkisë të jap mirënjohjen e qytetit Kavajës. Bashkia Kavaj i shpreh mirënjohje për kontributin e saj të çmuar në muzikën dhe kulturën tonë, për pasionin, talentin dhe frymëzimin që ju dhuron çdo brezi. Me zërin tuaj keni bërë krenar qytetin tonë dhe keni ndihmuar në ruajtjen e traditës dhe identitetit tonë kulturor. Kavaj, 22 dhjetor 2025, kryetari i Bashkisë Fisnik Qosja. Më ke bërë një ndër shumë të madh që më ke ftuar të jem aty. Këto mrekullitë digitale janë sigurie aty, apo jo. Dhe më vjen në shpirt që më ke ftuar t'ju them në kopshin Vangjel Thanasi të këndoja me Kozmarusin, me edukatorën time në kopësht Ismete Kaplani, me zyshën time Shazet Eliti dhe me Terezia Azmi Rolin, me grupin e burrave të Kavajës që nuk i harroj kur, për dashurin, për mirësin, edhe për traditën tonë shqiptare, sidomos kavajse që e kemi rënjët në Stamboll. Në emër të gjithë këtyre njerëzve këtu, unë ju uroj shëndet dhe mbarësi dhe shumë shpejt urojmë që ti të vish në Kavaj, në shtëpinë tënde, në qytetin tënd dhe të mbash një koncert si që ke mbajt dikur në stadiumin Besa, ta mbash në qytetin e Kavajës dhe je e mirëpritur nga gjithë ne, nga gjithë qytetarët e Kavajës, por edhe nga unë si kryetar bashkie. Inshallah e bëv Zoti kismet. Amin, amin. Faleminderit shumë dhe të përshëndesim. Një duar trokitje të fortë për parashikimit Simak. Ne të gjithë mirë kuptojmë vështirësinë e lidhjes teknike, por më fundin ne ja arritëm të realizojmë. Pa tjetër që ne ishim përgatitur dhe është një homazh të knosh këngën homazh këndon Ngjeli Pika Pika nga Fatma Mema dhe nga orkestrina jonë dhe nga grupi i burrave gjithashtu, sepse ajo ka qenë pjesëtare dhe lider e këtij grupi në vijim pas ato e krijuan. Ftoj gjithë grupin sken. Më tutje do të ndjekim edhe një poezi të dedikuar që është në mënyrë të posaçme vetëm për parashikimit Simakun. Ju faleminderit dhe për kënaqësinë tuaj dhe timen, le të këndojmë gjithë. Thank you.
si teknikë që se si pa të marrë masat, pa të mbë dhe një video regjistrim tjetër të cilin e kishim si plan B. Dhe atë do të transmetojmë. Në të njëjtën kohë do të transmetojmë dhe një material, një poezi nga një mikesh shumë e afërt e Parashës dhe ndërkohë japim edhe mundësi teknikës që të na ndihmojë me lirimin e skenës sepse do të performojmë një valle pas kësaj. Është bërë gati një vit që kur dëgjova Fisnik Qosjen, një djalë aq i hishëm, aq i si zogi trembur, mori Eltoni Lirianin dhe i tha, çfarë më të bëj për Parashevin, të lutem më thuaj. Edhe më ka ngelur në shpirt se gjithë këtë kohë që jam rikoperuar nga gjithë këto ngjarje që ndodhen, dua ta falenderoj për këtë nder të madh që më ka bërë sonte. Fisnik Qosja, të falenderoj me gjithë shpirt që më dhe mundësinë që të tregoj që jam kavajse, se mund të nxjerrësh Parashevin nga kavaja, po nuk e nxjerr dot kavajen nga Parashevia. Dhe jam me ju, me gjithë zemër, me gjithë shpirt, ju kam ndjekur edhe të gjithë progresin e madh, po unë kam filluar shumë thjesht në kopshtin Valgjel Thanasi me edukatorin time Ismete Kaplani, që më tha, hajde vije, këndoj një këngë, kur isha në Kopësht edhe Kozma Rusi me filharmonik tha, e din atë këngën qingji vogël, rime ndushëm, ba. I thash po, e di, e mbaj mend se jam rritur në Lushnjë me gjyshrit e mi, edhe daja im Jovani mësonte fëmijët në shkollë, dhe ashtu mësova për herë të parë që të këndoja këto këngë të fëmijëve. Pastaj më morën më çuan tek Bujare Biturku, që ishte drejtoresha e fëmijëve të Kavajës, të Pallatit të Kulturës së Fatosave dhe Pionerëve, edhe ajo më prezantoi për herë të parë me maestron e madh Recep Asimi se do ishte pamundur që Kavaja ta prezervonte këtë kulturë kaq fisnike, kaq të madhe, kaq botërore, se i ka rënjët në Stamboll, edhe muzika dhe dashuria dhe respekti që ne mbajmë për fenë, sidomos, ne besojmë në Allah, gjithmonë themi Bismillah. Unë kam pasur nderin të rritem me Hallxhyrat Elitin që e mori babën tim si jetim, që ngiste delet tek vllai i saj Ramazan Lushkja, edhe atje jam rritur duke bërë rroba, sa ajo ishte rroba qepse, duke bërë rroba me hallën tim me Xhyrat Eliti, që më mësoi për herë të parë, çdo gjë që prekja, çdo gjë që haja, më thoshte, t'i japim një falënderim Zotit. Bismillahirrahmanirrahim. Një mbrëmje, dikush erdhi tek ty dhe një plot mall për të shikuar. Sa të kishim munguar, ta pam në sy, ashtu siç ti na ke munguar. Për një çast, të gjithë menduam, si është mundur të ishe ti? Kur të ëmblin zëta dëgjuam, ta ndjem dhimbjen që mbaje në gji. Dhimbja jote, pikoj loti yt, lagu dhe qiellin. Përse ka që ligë me ty kjo botë, që për një kohë tha fshihu diellin? Buzëqeshja jote, përkëdhel një shpresë, dhe ëndrrën tënde të madhe, sa qielli. Po shpirti yt kërkoi veç besë që të shihje të prekje diellin. Si legjend po futesh në histori, o dive skenës dhe gjithë shqiptarin, me zërin magjik gëzove njerëzin, me jetën thire në apel ndjesin. Emri yt mes yesh më i miri, si ylli më i bukur në konstelacionin yjor. E nëse një ditë nga vari do të shohi Shakespeare-i, ti si Dorondin do vije me një mesazh hyjnor. Për ty plot dashuri do fliste një perëndi, që me heshtje shkrove të vërtetën. O legjenda jon ti Parashqevi, rrethuar në dashuri, tani ti si e më vetëm. Qyteti që të lindi ndjehet përmalluar.
Diva jon, e madhja parashqivi, sofra i dashnis, për ty mbetet shtruar, kavaja për ty është nëna, e ti për ne, je bi. Poezia më sipër është e krijuar dhe interpretuar nga një nga mikeshat më të afërta të parashqivisë, Fatbarda Biturku. Një duar trokitje. Tani do të kalojmë një moment tjetër, ku siç e thash më sipër, vallet e Kavajës janë zemra e festës dhe kulturës së qytetit. Me hapa të shpejt, me ritëm të gjatë, me lëvizje grupore, ato pasqyrojnë energji dhe bashkëpunim të komunitetit. Valltarët veshin kostume me ngjyra të ndezura e muzika bën çdo kërcim një përvojë magjike. Vallet nuk janë vetëm kërcim, janë trashëgimi, krenari dhe gëzim për qilit dhe brezat. Ato kanë ritme të gjalla që ngjisin bashkëpunimin mes valltarëve dhe krijojnë emocion të shikuesit. Kërcimi kërkon energji dhe shkallësi i hapa të shpejt që shfaqen mjeshtrinë dhe ritmin e trupit. Valltarët e Kavajës i pasqyrojnë këto me simbolikën lokale. Vallet karakteristike pasqyrojnë historinë dhe jetën e komunitetit, ato janë të njohura për ritmin dhe për vlerat, si një trashëgimi kulturore që mbartet në histori e emocione. Tani, ne do të ftojmë në stage, por që të vi me një interpretim edhe nga salla, çiftin Myrteza Dimni dhe Stella Cani për të performuar vallën ndyshe të Kavajës, jo vallën e rënd të burrave, po vallën ndyshe. Ai do t'i jepet një version krejt origjinal, uroj ta shijoni unë bashkë me ju. Përcjellim valltarët me djuar trokitje të fortë fare, edhe orkestrinën me liderin Ilir Derjai.
Tani, nuk mund të them që është improvizim se kemi marrë masët për para, po unë do të ftoj një kolegen time, miken time Flora Gjemani Baba, një gazetare eksperte turizmit e mirënjohur në Shqipëri, për komentet dhe analizet e saj mbi zhvillimin e sektorit turistik në vend. Ajo shfaqet shpesh në media, ajo flet për çështjen e industrisë e turizmit, trendet e sezonit, politikat e reklamimit të destinacioneve dhe problematikat e sektorit, për të prezantuar një material marketimi dhe për të më ndihmuar mua në intervistat e saj, që ne bashkë dhe ju bashkë të ndihmon ju vetën ju dhe ne bashkë komunitetin. Fjala për ju, Flora. Faleminderit Landi. Në fakt unë për t'i dhënë solemnitetin e duhur asaj që do të prezantoj, sepse është e rëndësishme për të gjithë qytetin tonë, do ngjitem lart në skenë, pastaj do flas dhe do doja që të kisha vëmendjen e të gjithëve. E di që kjo është një darkë informale ku ju bisedoni me njëri tjetrin miqësisht dhe shumë mirë bëni, po duke qenë se kjo ftesë ju drejtohet gjithëve ju, do doja që mundësisht të më ndiqni të gjithë. Para se të filloja, unë do doja të thosha që unë flas në media shumë shpesh dhe nuk kam fare emocion kur flas për turizmin, nuk përdor kur skenar, flas gjithmonë atë që ndjej sepse ajo që flas është eksperiencë e 20 viteve e më shumë punë në terren në të gjithë Shqipërinë. Po sonte me thënë drejtën kam shumë emocion dhe kam frikë se mos bëj ndonjë gabim, kështu që edhe po bëra ndonjë gabim do ma falni. Kam emocion sepse të jesh në të njëjtën sallë me nderin e kombit, presidentin Aleksandar Mojsiu, nuk është gjë e vogël. Alfred Mojsiu dhe ajo që doja të thoshat, të jesh në një sallë me pinjollin e familjes së Aleksandar Mojsiut, ja e bëra gabimin e parë, domethënë. Nuk është gjë e vogël. Kështu që ftesa që dua t'ju bëj të gjithëve, po sidomos bizneseve të turizmit, është ajo që kryetari e theksoi në hyrje, që është pasaporta e Kavajës. Ai tha merreni Kavajën me vete, kontriboni për qytetin në një mënyrë të tillë që kjo të bëhet patenta jon, pra Kavaja të kthehet në patentën e turizmit. Unë do thosha në pasaportën e turizmit. Ky që shikoni pas kurrizitim që ishte një video, është një video pra që duhet ta luajmë, është turi Kavalion. Të gjithë e dim që emri Kavalion është emri i vjetër i Kavajës. Sot ai është një tur ose një itinerar turistik që na njeh me vlerat dhe trashëgimin lokale të qytetit. Kavaja gjeneron rreth 1 milion turistë në të gjithë sezonin turistik në Bregdet. Me qindra dhe mijëra turistë vinë vizitojnë Bregdetin, por fatkeqësisht ata nuk e njohin qytetin, i cili është vetëm pak kilometra larg Bregdetit. Askush nuk vjen këtu për të vizituar Kullën e Sahatit, Muzeun Etnografik, Kishën e Çetës, qendrën e qytetit ton, harqet e xhamisë që janë të vjetra, Kalan e Bashtovës dhe gjithë trashëgimin kulturore dhe historike që fsheh qyteti i Kavajës dhe që padrejtësisht deri më sot është e pazbuluar. Megjithatë, shenjat janë të mira sepse gjithçka po ndryshon dhe këtë gjë unë dua ta them për hir të realitetit. Kavaja po ndryshon edhe nga ana turistike, me bulevardin e ri që po ngrihet, i cili do lidhi qendrën e qytetit me Muzeun Etnografik. Ne shpresojmë që të kthehet në itinerarin e ardhshëm të turistëve që do vinë të vizitojnë qytetin. Kryetari na ka dhënë fjalën që do e lidhi Bregdetin me qytetin me linjë urbane të përditshme dhe jo vetëm me një mënyrë, por me shumë mënyra, me bicikleta, me bagi, me linjë të përditshme urbane, me një autobus turistik. Më ka dhënë fjalën dhe unë nuk i harroj këto, edhe në intervistën që më ke dhënë në programin In The Flow, ke thënë që vitin e ardhshëm qyteti me Bregdetin do lidhet ngushtë. Dhe unë po pres, dhe jo vetëm unë, po mendoj të gjitha bizneset e vogla të qytetit, me të cilat qyteti jeton. Performimi i radhës, përpara se të bëjmë një pushim gjatë, që të pushoj orkestrinë apo jo ne tjerët jemi në punë, që kemi gjëra shumë më të mira dhe shumë më të bukura, do të prezantoj dhe do t'ja lez skenën Mustafa Mejas, që është një nga këngëtarët më të njohur shqiptar. Faleminderit për prezantimin. Qoftë në podium, qoftë në Mirëmbrëma skenë. të gjithëve. Se gjatë prezantimit as gjë s'dëgjut. Ma mirë thash po dal pa e them vetë emrin tim, kush jam, edhe po filloj direkt me këngë.
Që dëshirush me të pa. Hajde! Hajde, Lili, hama! Të pa ty Ftyrën e tate mori qa U bën shumë qem Si jemi pa Ka qeko Super atmosferë nga i madhi Mustafa Meja. Orkestrina është e lirë, bashkë me to, gjithë jemi të lirë të trokasim gotat, por si të thash dhe më parë, unë dhe stafi im jemi në punë, ne do të bëjmë intervista, në punë dhe edhe kryetari bashkisë, shumë gjëre ka bë mirë, ca i ka bë gabim, që mu s'më pëlqenj, se ka kry flok, a i ka këthy flokët nga majta, mu më pëlqenj nga djathta. Do ketë dhe tilla, mos u mërzit, do ketë, mos u mërzit. Vlerat e arsimit mund shihen disa kënde personale, shoqërore dhe ekonomike. Arsimi zhvillon aftësitë mendore kritike, rrit vetbesimin, ndihmon vendimarrjen më të mirë, hap mundësi karriere, realizimi profesional, ndihmon formim qytetar të përgjegjshëm dhe të informuar, promovon barazi dhe përfshirje, zvoglon pabarazi dhe ndërton komunitete, rrit mundësi për punësim dhe për paga më të mira, nxit inovacion në tregun e punës, kontribon në zhvillimin ekonomik. Në thelb, arsimi nuk është vetëm një mjet për të fituar dije, për të fituar njohuri, por është një investim në vete dhe në shoqëri. Thënë këto, Kavaja ka një traditë gjatë në arsim. Qyteti ka pasur shkolla që në fund të shekullit 19 dhe vazhdon të formojë breza të ri dhe të suksesshëm. Ne kemi pedagog dhe nxënës nga Kavaja që kanë dhënë kontribute të rëndësishme në edukim dhe në kulturën shqiptare. Bashkia dhe komuniteti njëkohësisht mbështesin me projekte shkollën, ato promovojnë dijet. Arsimi në Kavajë nuk është arsim, është vlerë që ndikon drejt për drejt në zhvillim. Unë kam kënaqësinë të zhvilloj një bisedë fare të shkurtër me mikun tim, zotin Claudio Piccini, të cilin spari do t'i lexoj skedën, pastaj do të jap mikrofonin. Claudio Piccini është një fizikan dhe akademik shqiptar. Kryesisht e angazhuar në fushën e mësimdhënies dhe kërkimit shkencor në Universitetin e Tiranës. Ka një doktoratur PhD në fizik në Universitetin e Tiranës dhe master shkencor dhe bachelor në fizik. Është lektor dhe kërkues shkencor në Universitetin e Tiranës, jep mësim në lëndën e fizikës, udhëheq punime diplome, gjithashtu bën kërkime shkencore së bashku me Enkele Çaçën, por dhe aktivitete popularizuese të fizikës. Pyetje:
Është pyetje që s'ta kam lexuar, por e kam shkruar. I nderuar, ju jeni produkti vetvetes, por edhe sistemit arsimor të nivelit 5 pra deri në shkollën e mesme. Ju gjitha këto cilësi i keni kryer dhe gjithë këto cikli keni bërë në Kavaje. Ju gjithashtu keni edhe një eksperiencë me bashkinë Kavaje. Absolutisht. Unë do doja disa qëndrime dhe vlerësime për sa më sipër, po dhe të na përcjellni një emocion për sofrën e sonme. Fjala për ju. Faleminderit. Ju lutem ta ndjekim profesorin. Faleminderit për ftesën, dua të falenderoj së pari kryetarin e bashkisë, i cili bashkë me Taulandi ose unë them Shurtlandi, kështu që më kuptoni. Vjet nuk isha mundësi të vija, sot erdhëm me shumë kënaqësi. Okej, sot erdhëm me shumë kënaqësi. Është e vërtetë ajo që thon Landi, unë jam produkti Kavajës, teknikisht jam nip Kavaje, por të gjithë më njohin si Kavajës dhe ndihem shumë mirë me këtë fakt. Në fakt jam produkti asaj zonjës aty, Fatmira Gërmani. Dorë trokitje Fatmira Rena Gërmani. Unë do i them Zyshmira, sepse jam gjithmonë nxënësi, do jem gjithmonë nxënësi i saj. Në fakt gjimnazi ka qenë një ushtri e vërtet, pakën 2004-2008, ka qenë një eksperiencë e mrekullueshme, ka qenë një plejadë e mrekullueshme mësuesish. Edhe ditë them që përveç inkurajimit të Zyshmirës dhe të tjerëve, jam vlerësuar edhe nga Bashkia Kavaj. Në fakt Landi në atë kohë ishte drejtor kulture në 2008 dhe isha nga pak të raste që kisha mundësi të merr edhe një laptop. Sa për presidentët Landi, ai laptop vazhdon jeton ende. Vetëm dizet, por ama vazhdon jeton ende. 17 vite të shkuara është një dhuratë e mrekullueshme. Faleminderit bashkisë ju. Faleminderit bashkisë dhe sidomos kryetarit asaj kohë, zoti Refik Rrugja, sepse ishte në atë kohë në 2008. Në fakt kam bërë disa mungesa në gjimnaz edhe e them me kritik për veten time, sepse sigurisht ngarkesa ka bërë veten. Shpresoj që vitin tjetër që të jetë 80 vjetori i gjimnazit, me shumë kënaqësi do vija të merre pjesë në gjimnazin ton, ta rikujtoj edhe një herë vitet e të shkuarës. Pata kënaqësinë edhe këtë vit në fakt që të rikthehesha në Kavaj jo si nipi i qytetit, si djali i qytetit, apo si një ish nxënës, por edhe si një trajnues në një program për mësuesit e fizikës në shkollën e mesme. Dhe sigurisht që janë 2 ditë shumë interesante, shumë të bukura, ka qenë diskutime të zjarrta, sigurisht nuk ka nevojë ta them se cili ishte më kontribuesi, por në ato ditë Landi mbaj mend që kemi bërë një diskutim serioz për një projekt interesant, kështu që shpresoj që ne ta vijojmë më tepër në ndihmë të nxënësve të Kavajës për lëndën e fizikës. Kryetar, ai hezitoi, po unë i thash do të bisedoj me kryetarin, sepse Fakulteti i Shkencave të Natyrës ka laboratoret nga më të mira të ardhura. Ndërkohë që Gjimnazi Kavajës nuk ka laboratore dhe Fakulteti i Shkencave i mundson gjithë leksionet pa pagesë, mjafton që kryetari i bashkisë paguaj 2 autobusa ti çojmë atje. Je gatshëm. Kaq kemi ne. Po kaq duam ne. Ne vetëm hapim dyert, pastaj pjesa tjetër është. Pastaj ty pa ty boj, themi në Kavaj, ty pa ty boj. Shumë faleminderit. Claudio, faleminderit, një duar trokitje për cilin profesorin, siç e tha dhe Claudio. Promotorët e nxitse Claudio s'ka qenë mësuesja e fizikës, ku natyrshëm do të kaloj ke ftura ime tjetër e radhës. Kolegja ime Mikesha ime e vjetër prej tash 35, 38 vjetësh, nuk mbaj mend se s'diti numëroj, më deri në 30 ditë nuk numëroj. Që është dhe kolegja ime personale. E nderuar mikë dhe kolege, ftoj këtu. Profesoresha Fatmira Rena Gërmani. Duke qenë se nuk du të ngrej shumë volumin për mos me kriju mbivendosje frekuencash, e nderuar mikë dhe kolege, ju keni një karrierë mësimdhënie në drejtim, por edhe në mësimdhënie direkte prej 35 vitesh në gjimnazin e qytetit nga dita e parë deri sot. E thënë ndryshe, Gjimnazi Kavajës është Universiteti Kavajës. Gjatë kësaj karriere ju keni arsimuar breza dhe me gjithë lodhjen që ju jep profesioni ju keni marrë mrapsh krenarin dhe kënaqësinë dhe unë duhet që ju ta ndani jo me mua, por ta ndani së bashku me sofrën. Falenderoj. Përshëndetje të gjithëve. Shpresoj që në këtë sofrën e Kavajës të ndjeheni mirë dhe komod. Kavaja është një qytet që në këtë moment ne i promovojmë vlerat historike, vlerat kulturore, vlerat artistike, por njëkohësisht dhe një ndihmës të jashtëzakonshme dhe një kontribut të jashtëzakonshëm në edukimin e brezave të rinj. Unë ndjehem shumë krenare, por njëkohësisht dhe shumë e obliguar që ndër gjithë këto vite ne kemi nxjerrë breza të tërë nxënësish të shkëlqyer, të cilët në zgjedhjen e profesioneve të tyre që kanë bërë, janë bërë njerëz të aftë,
njerëz që kanë lënë emër në çdo fushë në të cilën ato punojnë dhe japin kontributin e tyre. Dua të përshëndes këtu veçanërisht kryetarin e bashkisë, i cili gjithmonë ka qenë bashkëpunëtor i jashtëzakonshëm në të gjithë detyrimet që ka pasur ndaj zhvillimit të arsimit në qytetin tonë. Dua të përshëndes ish mësuesit e gjimnazit Aleksandër Mojsiu, të cilët na kanë lënë një traditë të shkëlqyer në procesin e mësimdhënies. Dua të përshëndes të gjithë ish nxënësit e mi, të cilët vërtet janë bërë sot njerëz të aftë dhe profesionistë në fushat që ato kontribojnë. Faleminderit. Gëzuar të gjithëve dhe një natë të bukur dhe të paharruar. Në fakt, tani që po lexoja skriptin, e kisha parashikuar që Fatmira do ta intervistoja në tavolinë dhe kur lexoj këtu që në këtë tavolinë paska, është gabimim. Por në ndërkohë, në fakt, këtu në tavolinë kemi 2 zonjusha të reja, 2 ekselenca, Danja Nela dhe Emina Mema. Këto janë ekselencat të cilët sot vinë me diplomën e ekselencës, me medaljen e ekselencës, dhe së bashku me kryetarin e bashkisë, i cili pasi sapo vu ndjenit faktit, nuk hezitoi që kulmin e parë të kësaj mbrëmje ta ketë me këto 2 vajza të shkëlqyera. Ebia Albanelës dhe Ebia Jetgjatca Memës ftohen në skenë. Kryetar, teknika na ndihmoni pak me mikrofonët. Kryetar mes. Vetëm do ju lutem shumë që në momentin e intervistave t'i lejmë ato bisedat me njëri tjetrin, të ngjojmë intervistë sepse njerëz që flasin këtu janë njerëz me vlera dhe njerëz që kanë dhënë kontribut për qytetin dhe flasin ca gjëra që mbase ne si dim. Pra ju lutem shumë miqësisht që në momentin e intervistave t'jemi korrekt me njëri tjetrin dhe ta ngjojmë të ftuarin dhe folësin e radhës. Ju falenderoj shumë për mirëkuptimin. Kryetar, unë isha pranishëm dhe mbledhen këshillit dhe pash dhe të filmuar dhe më shtyu kurioziteti gjithmonë që shkon dhimbja dhëmbit, dhimbja gjuhës ku dhe dhimbja dhëmbit. Mu më dhem kërsimi. Dhe vura re bëra një raport. 9% e buxhetit bashkisë vitit 2026 shkon për arsimin. Ky është një rekord, jo kombëtar, por rekord ndërkombëtar, sepse mesatare e Bashkimit Evropian e ka 4.5. Uroj që ai buxhet të shkojë arsimit. Së dyti, kryetar, keni premtuar fondin e ekselencës, ja ku e ke ekselencën, do të gjejmë çfarë do premtosh sonde konkretisht për vajzat. Vajzat, Danja Nela, Emina Camema. Fjala për ju. Atëherë edhe njërë tjetër, ju falenderoj. Landi thash parë që ke kthy flokët majtas, unë du djatës, Lando rëndësishmë të hesim drejt. Atë du dhe unë. Unë si kryetar bashkie du me hes drejt. Pavarësisht opinioneve apo qefe dëshirave që kemi. Jepi. Sot jam këtu tek sofra me miq tanë, por pa e shmang përveç pjesës arktimit që kemi njëri tjetrin, por her pas herë do të tregojmë ato vlerat që mbar qyteti jon. Pra, e nisëm me presidentin Mojsiu që është një krenari që është këtu ke ne. Unë e thash edhe në shakan tavolinë që presidenti s'do ftesë në Kavaj. Çdo lloj aktiviteti që ka Kavaja, presidenti është i lutur që të vijë pa ftesë. Por nga presidenti sot 97 vjeç që na bën krenar, jemi këto 2 pinjollet e reja, trashëgimtarët apo gurët e themelit, po them, të qytetit Kavajës. Pra Kavaja gjithmonë nxjerr figura, gjithmonë nxjerr elita, gjithmonë nxjerr njerëz me vlera. Kështu që sot si kryetar bashkie jam absolutisht krenar që këtyre 2 vajzave të vogla që kanë bërë maksimumin në arsimin e tyre, në arsimdashjen e tyre dhe në atë që këto përfaqësojnë, dhe sot janë nxënës ekselente dhe gjithë secili për nesh na bën krenar sepse ky qytet nxjerr njerëz me vlera, pra vim tek ajo që tham në fillim. Kryetar, ato i disponojnë. Si kryetar bashkie pa i dhënë akoma mirënjohjen, si kryetar bashkie unë do të bëj maksimumin, ti e the shumë mirë që bashkia, këshilli bashkiak, buxheti i bashkisë e ka rrit fondin e ekselencës, fondin e njerëzve të arsimuar, por nuk mjafton vetëm kaq. Është 9% e buxhetit. Nuk mjafton vetëm kaq. Unë them që do të arrisim akoma dhe më shumë dhe do të jemi më shumë mbrojtës të ardhmës për ta ditë ku do shkojmë. Kryetar, do të them Kavajshe, pa çellonç.
Po pa qëllon këto biznese, janë ca biznese që paguajnë lekë, janë taksa paguajnë Merret rregull. ti përgjithësinë në emër të qytetit. Unë do të lexoj motivacionin që kryetari i bashkisë po jep, ndërkohë që dorëzon mirënjohjen. Motivacioni i kryetarit. Arritja juaj është fryti i përkushtimit, punës së palodhur dhe ambicies së shkëlqyer. Ju uroj suksese të mëtejshme në rrugtimin tuaj akademik dhe jetësor. Ju inkurajoj të vijoni rrugën e dijes me të njëjtin seriozitet dhe kontribut në zhvillimin personal dhe shoqëror. Kryetari i bashkisë Fisnik Qosja, Sofra Kavajës, 22 dhjetor 2025. Emina jetë gjatë sa mema. Urime. Përshëndetje të gjithëve. Është një kënaqësi e madhe që gjendem sot përpara jush, si një studente me medalje të artë. Dua të falenderoj fillimisht kryetarin e bashkisë, zotin Fisnik Qosja, që bën të mundur organizimin e ceremonive të tilla. Faleminderit. Ndjem shumë krenare të gjendem sot përpara jush dhe dua të falenderoj në mënyrë të veçantë familjen time, prindërit e mi, të cilëve ja dedikoj këtë medalje dhe këtë certifikat, sepse nuk do të isha këtu përpara jush si një qytetare e denjë, nëse nuk do të ishte për edukatën që atë më ka dhënë. Nga ana tjetër, gjej rastin të falenderoj të gjithë mësuesit e mi, të cilët kanë qenë jo vetëm një burim dijesh për mua përgjatë jo vetëm gjimnazit, por për 12 vitet drejt rrugës së dijes. Ato kanë qenë për mua gjithashtu dhe një shembull për të ndjekur. Falenderoj drejtëreshën Begzana Kazazi, që kam një respekt të veçantë për të. Ju uroj të gjithëve një mbrëmje të këndshme dhe shpresoj që ta shikoj Kavajën të shkëlqej dita ditës akoma dhe më shumë nga kontributet tona. Faleminderit. Emina, faleminderit, ti flisje, po babi kishte më shumë emocion sa ty. Me sa pashëm. Urime, mbarësi. Danja. Studentes tjetër, ta lexoj vetë këtë se Motivacioni është po njëjtë, lexoje. Danja Albanela, arritja juaj është fryt i përkushtimit, punës së palodhur e ambicjes për shkëlqyer. Ju uroj suksese të mëtejshme në rrugtimin tuaj akademik dhe jetësor dhe ju inkurajoj të vijoni rrugën e dijes me të njëjtin seriozitet, duke kontribuar në zhvillimin personal dhe shoqëror për Kavajën dhe Shqipërinë. Kavaj, 22 dhjetor 2025. Urime. Mirëmbrëma të gjithëve. Unë jam shumë emocionuar në këto çaste dhe shumë e kënaqur që jam në mesin e shumë figurave të njohura që kanë përfaqësuar denjësisht Kavajën dhe për mua kanë qenë një frymëzim për të vazhduar dhe unë për të dhënë një kontribut sa do të vogël për Kavajën. Dhe sot gjendem përpara jush me një kontributin tim të vogël dhe gjithashtu do doja një falënderim shumë të madh për zotin kryetar të bashkisë Kavaj. Gjej rastin gjithashtu për të falenderuar stafin pedagogjik të shkollës, i cili ka qenë gjithmonë pranë meje në rastet kur unë kam pasur nevojë në lidhje me temat mësimore, drejtoreshën e shkollës, Begzana Kazazi, dhe mbi të gjitha falenderoj familjen time, pasi ajo ka qenë mbështetja ime më e madhe, që jam këtu para sot tek ju. Danja Nela, pra çka familja Nela, për është mbesa e Namire Qosës, një mësuese e vjetër e Kavajës dhe kushërira ime. Kështu që faleminderit, është kënaqësi e dyfisht. Faleminderit dhe mirënjohje. Kryetar, një detaj i vogël, nëse shikoni kur u shkëmbye medalja me diplomën e mirënjohjes. Vajzat disponojnë medaljen e artë që po ja prezantojmë sot publikut, si rrallë herë Kavaja ka pas fatin të ketë 2 medalja të arta, më në atë njëjtin moment nërsim. Nderime dhe respekte. Faleminderit kryetar. Vazhdojmë mëtej. Kavaja nuk i lej gjërat me kaq, sepse për çdo gjë, për Kavajën dhe për Kavajën çdo gjë është sfidë. Dhe sado të vështirë t'ja bëjnë, asnjëherë nuk gjejnë arsyet që gjën mos e bëjnë. Gjithmonë gjejnë arsye që gjën ta bëjnë.
Dhe jo vetëm ta bëjnë mirë. Dhe jo vetëm ta bëjnë mirë, po ta bëjnë estetike dhe funksionale. E përpasoj, nuk mund t'i ndahen fakultetit dhe universitetit të arteve edhe Kavajas, të cilët në periudat të ndryshme kohore kanë arritur të përfundojnë studimet, kanë arritur të dalin në skenë, kanë arritur të performojnë qoftë në artin muzikor, konservator, qoftë në artet figurative, qoftë në artet fotografike. Përpasoj, unë do të ftoj në skenë për të luajtur një numër i cili nuk është se luhet gjatë gjithë kohës, është një stand-up comedy nga Muhamet Babamusta, një djalë diplomant, një djalë Kavaje, nga Fisi Babamusta, është një pjesë të cilën, një stand-up comedy të cilën e ka shkruar vetë, do ta interpretoj vetë, dhe në pjesën e dytë, mirë se erdhe, në pjesën e dytë, do të kemi një poezi mbi bojarin të Saadiut, një poeti shumë të madh arab. Përpara jush, Muhamet Babamusta. Deri sot nuk më kishte prezantuar në një kaq bukur. Do ta kthej qokën Lando. Do ta kthej qokën edhe do ta kthej tashi. Tashi. Dajo. Mos harro, siç e kena lënë, po s'qeshi njëri nga këto futi ti një ha kështu koca për lezet. Mirëmbroma herë si unë rysët. Kjo fjala si unë rysët, unë mendoj që është fjala më fleksibël e fjalorit shqip. Se ne Kavajësit jemi njerëz që përshtatemi shumë edhe e përdorim për çdo vak ditës. Po më e bukur është përgjigja që merr kur e drejtosi pyetje. I thu tjetrit, e me lale, si unë rysët i mirë, a me mo bere qaves mirë vallaj. Po këshu si dialekt jemi tomël shumë për zotin. Se ne mirë që kemi dialekt bukur, po kemi i gjoj që e shfrytëzojmë maksimum. Ja, për shembull tashi unë po e dëgjoj nuk bëhet fjalë me ne Kavajsi pa fol, po më gjoni mër burr se kom dalë tu po flas. Më gjoni mër burr. Kavaja ka qenë si shkollë matrapazliku që diplomën o e merje me zotësi ose merje fare. Në tregt Kavajës ekzistojnë ca parime. Klienti hahet kokë më kokë me tregtarin kush na bo pazar më të mirë, e ne nuk e bo asnjoni se i duen ato 200 lekë më shumë se më pak. Jo mër burr, e bëjnë për me ushqy egon profesionale. Kemi edhe shumë shprehje popullore të bukura, ne po mu dy më ka ngel menje. Kjo e para që do them është ndorkombëtarizu këto kohë. O zot, mjep men me lidh me Neriush Ushkurin, kurse kusurin mi bo pare. Po kjo e dyta është shumë e bukur se është spontane. Qari me qederin jon motër e vlla. Tashi, unë jam munu të analizoj këtë punë edhe po menoja, ore, çka ka dash të thot autori me këtë? Edhe besoj që ka dash thot që për jabanxhin të ka, po bonem tregtime i Kavajs, vallaj boj llogarit sa dush prap mas qave e ka hongër. Nejse, faleminderit. Faleminderit shumë. Tashi ju po menoni kush o ky që na bosi famoz, edhe më falni shumë se hyna pa u prezantu. Më prezantoj Landi, po më pëlqen më shumë kur e prezantoj veten. Unë jam i çun njëri prej Kavaje, më quajnë Muhamet Babamusta, kom ushtru profesionin e berberit e në tashti jo mbo aktor. Unë mendoj që jam një i ri që kam shumë ambicje, edhe ku dion e shoh veten mas sa kohësh del kandidatura Muhamet Babamusta për Kavajen. O shumë e bukur. Edhe kom fillu të bëj llogarit këto kohë, edhe du ndihmën tate. Të lutem më ndihmo. Du të gjej këshilltarin perfekt për mu. Para se ta them, zonja Jorida, a mendoni që e kam potencialin si një politikan i ardhshëm? E kam apo jo? Të lutem, po apo jo? Faleminderit. Tashi, ky person që do jetë këshilltari im duhet ketë 3 specifika. E para, të ketë informacion mbi çfarë do lloj teme. Ti ke veti çuditshme. Të bën të njihesh inferior. Se Landin mund ta pyesësh për informacionin më të thjeshtë edhe të tregon historinë e njerëzimit nga njeriu i parë ke njeriu i fundit.
Po mirë me Lando. Mirë me Land, ta bëj një pyetje, edhe njeriu I parë më tokë ka vajzë ka qene? A monër burr. Kam I dëshirë, du t'ju ndroj emrin. Du t'ju thras bylbylat e kavajës. A mon do ma lejoni? Apo nuk I shko shumë ajo konga? Ndje se ndoshta stonoj qik, po unë kam dal me vedijet plot që sot mund të bëhe me këtu. Ta fillojmë bashk? Robi s'plaket, kur I vjen mosha. Robi plaket, kur don vet. Ju rujt Zoti, edhe mos u plakshi kur, edhe për gjitha ata që s'janë më mes nesh, Zoti pas ta vërvetes. Amin. E falenderojmë. Nuk e di, unë kam mendim dhe opinion personal, që gjithkuj që ka themelu këtë grup burrash, unë t'i citoj nominalisht. Neç Kaplani, Bela Lajbej, Tuna Stefa, Kol Simaku, Kujtim Shtini, Ali Loshi, Ymer Qosja, Ymer Bishjemi, Besim Murati, Skënder Cara, Qemal Kodra, Petrit Sakja, Lambi Kokoneshi, Demir Hushi, Reshat Beqeri, Mizafer Skuqi, Selaudin Kazazi dhe Athanas Profnasta. Një duar trokitje për të gjithë të ndjerët që nuk jetojnë më, por edhe për ato që janë dhe që nuk e kanë të pamundur të performojnë. Gjatë rrugtimit në vite, çdo solist dhe soliste I është bashkuar grupit si antar dhe si solist. Atëherë, ne duhet të kishim pritur të gjithë me një duar trokitje. Yeah.
me të vërtet një atmosferë super elektrizuese dhe pak sekonda do t'ju haj për t'ja dhënë fjalën një korifeu tjetër. Është një personazh shumë i çuditshëm që u përmend në stand-up show. Ai ka 35 vjet i kudo ndodhur. Aktor faktor, në ngjarje publike, ngjarje private. Karrierë në arsimdhënie, karrierë në jetën publike, karrierë në jetën politike, energji të pashteshme në muzikologji. Zoti Genci Gjylsheni, aktualisht në kryetari i bashkisë dhe instrumentist. Faleminderit. Genci, dy gjëra. Këndvështrimi juaj historik për vlerat e ansamblit, duke përfshirë dhe elemente tjera, dhe pak prapaskenat e gurës kavajase. Ti e ke fjallën. Okej. Ju përshëndes gjithëve, faleminderit që jeni tuke sofra Kavajës, ku kryetari i bashkisë Fisnik Qose e ka bërë tashmë traditë çdo vit, dhe është shumë bukur që ne nxjerrim pa dhe me detaje të mëdha origjinën tonë, traditën tonë, kulturën tonë dhe gjithçka që ne sjellim këtu dhe e sjellim të gjithë bashkë. Për sa përket pjesës artistike të Kavajës, do më ndalemi me dy momente. Një moment i parë është për të bërë një homazh për njerëzit që kanë investuar, lutëm regjisë me foto, për njerëzit që kanë investuar pikërisht në larminë e këngës popullore qytetare Kavajëse. Do ta nis me të mallin Recep Hasimi. Ai sot nuk është me ne, por ai ka dhënë qytetit Kavajës këngën që prindit tanë, gjyshit tanë e këndonin në për tavolina, ai arriti ta vendosi në skenë. Të bëj pra një institucionalizim të papam dhe sot pra qyteti konkuron denjësisht në gjitha rolet, në gjitha pozicionet artistike me këtë performancë dhe me këtë bagazh që na la Recep Hasimi. Regjia të lutëm, produkti i Recep Hasimit është edhe ky grupi mrekullueshëm i burrave, i të cilët bashkë me Nazmin Rolin bën të mundur krijimin në vitin 1984 tek Fabrika e Letrës dhe ja shikoni ka 43 vjet grup që vazhdon këndoj dhe jep spektakël. Homazh dhe për ato njerëz që nuk janë më që krijuan këtë grup. Faleminderit. Pjesë tjetër që duam përmendim dhe do ta bëjmë traditë në çdo sofër. Banda e qytetit frymore Kavajës ose Farfarina është shumë e vjetër dhe një nga kolosët e saj që nuk jeton më quhet Kozmar Rusi. Një duartrokitje për Kozmar Rusin që ngreti jashtë mase bandën e qytetit ton. Dhe përveç kësaj, banda e qytetit Kavajës frymore është ndër 7 bandat e frymore të bashkive të gjithë Shqipërisë që është eksistente e pandalur. Dhe këtu ka një vlerë veçantë ish gjithë kryetarët e bashkive të cilët e kanë stimuluar të gjithë bandën me rroga me gjitha, domethënë kanë qenë dispozicion pas një lloj problemi në këtë proces. Kështu përveç bandës do ndalemi bandës frymore do ndalim pak edhe tek vlera tjera të Valles. Sot kemi një homazh për një person shumë të rëndësishëm që nuk është tu me ne, po që i laj shumë Valles Kavajës, Remzi Gjeçi. Homazh për këtë personalitet të Valles, pra të koreografisë, të cilit e pasojnë me shumë dëshirë, me shumë kënaqësi, të gjithë valltarët e tjerë që ne na vinë, që mund t'i përmend me radhë Him Roçi, e Viktor Rapi, që nuk jetojnë më, Fatmir Biturgu që jeton, ishi pra me të vërtet një art skenik që bën këto njerëz. Kështu që në çdo sofër do mundohemi që ne, figurat që nuk janë më me ne, ti prezantojmë dhe ti bëjmë një homazh sepse ka merituar, shikoni dhe pamjet, çfarë fleksibiliteti, çfarë bukurie ka pas pra. Kjo është Kavaja on dashur qytetar, kjo është qyteti ynë. Qyteti ynë prolon talentat, qyteti ynë prolon artist, qyteti ynë prolon kulturë dhe prolon gjithçka në të mirë të gjithëve. Jemi krenarë që jemi qytetarë Kavaje. Faleminderit gjithëve. Landi, faleminderit shumë. Pas kësaj retrospektive që bëri Genci, me plot lëvdata të merituara, performanca i takon një tenori tepër të minjohur, një miku të sofrët Kavajës, një Kavajës i vërtet sepse për herën e tretë që bëhet, për herën e tretë merr pjesë Kastriot Tusha në një duet me Kati Zhubin. Pjesë që do të luhen
një lulish me trandafila, rrallë kam pak si bukurie, kur pata një lule të bukur dhe për ta përmbyllur qeshin mbi tort, Serenat Korçare. Korçën e mbulon dhe kafen e të mbushen plot, aty kanë zemra ime dhe vajton dhe raki kërkon. Kur nata korçën e mbulon dhe kafen e të mbushen plot, aty kanë zemra ime dhe vajton dhe raki kërkon. Dovi, o qan, do ule dhe do qaj, zjarrin e zemrën si me ta shuaj, moj me shampaj. Dovi, o shpirt, do ule dhe do pit, zjarrin e zemrën si me ta shuaj, moj me dashni. Kamarjerja jonë syse, sa sërdir na buzëqe, ajo t'jen bashkë me ne, syri na heshke dhe rakina sje. Kjo kamarjerja jonë syse, sa sërdir na buzëqe, ajo rrim bashkë me ne, syri na heshke dhe rakina sje. Dovi, o qan, do ulem dhe do qaj, zjarrin e zemrën si me ta shuaj, moj me shampaj. Dovi, o shpirt, do ulem dhe do pit, zjarrin e zemrën si me ta shuaj, moj me dashni. Zjarrin e zemrën si me ta shuaj, moj me dashni.
Djeg si djeli në qershor. Skena shëmbushur, po do të mbushet më e plot, më e fort, me zërin buqitës. Tingëllues, timbrues të Greta Zanit, te pusi kulash vet, piqiruke dhe mi gëzofsh këpucet me taka. Pusi që lahe me vete, unë kom shtëpine ke. Pusi që lahe me vete, nona më ka rritur, hajde moj me kimete. Nona më ka rritur, hajde moj me kimete. Zanotin e komoj, hajde priska gjie. O zanotin e komoj, hajde priska gjie. Një më një shokë, komra në dashur.